Dhe ashtu si kundër ne e kthyem Gjanicën nga një plak në një vlerë dhe në një kartolin krenarie për këtë qytet, ashtu ne e kthyem të gjithë organizmin e Shqipërisë nga një plak e hapur në një emër që tani më na bën krenar kudo ku shkojmë nëpër botë. Nuk e ulim më kokën, nuk kemi më zor të themi jam shqiptar kur na pyesin nga herë. Nuk kemi më asnjë vështirësi, përkundrazi. Jemi të kënaqur të tregojmë për vendin ton, sepse gjithmonë më shumë njerëz nga Europa dhe nga gjithë bota vinë në vendin ton, duan dinë për vendin ton, duan të vinë në vendin ton. Në këto vite ne kemi bërë shumë gjëra, por gjëja e gjërave ka qenë dinjiteti që i kemi dhënë flamurit kuqezi të Skënderbeut dhe Ismail Qemalit, të cilin deri dje e valvistim me krenari vetëm në për stadiume, por nuk e shihnim asgjë kundi të qëndronte mes flamurit tjerë si barabart, ndërkohë që ne e morëm të flamur dhe e ngjitëm në të gjitha ato maja ku mblidhet bota, ku mblidhet Europa, ku mblidhen ata të cilët marrin vendime, madje jo një herë, por disa herë ai flamur, ky flamur ishte flamuri që udhëhoqi tryeza të mëdha ndërkombëtare. Ne jemi këtu në mes të Europës qysh në agimin e korave. Ne jemi ndër popujt më të vjetër të këtij kontinenti. Ne na e ka caktuar Zoti, ne na e ka shkruar fati ynë që t'jemi këtu. Dhe me zakon ne kemi qenë dhe jemi europian. Por nga ana tjetër ne kemi qenë dhe ende jemi të huaj për Europën. Dhe kjo është arsyeja pse ne, unë, ju, të gjithë ne së bashku jemi të vendosur që ta vazhdojmë përpjekjen tonë, sepse ne duam t'i japim fund statusit të huajit në mes të Europës dhe t'i japim Shqipërisë dhe fëmijëve të saj statusin e qytetarisë së barabartë e europiane.